Me grup me deputet? 5 muajt e fundit, po, me deputet. Edhe unë jam antar. Nga Kuvendi i Shqipërisë, në fakt nuk ka prodhuar asgjë deri më tani dhe nuk ka asnjë produkt. Pra nga këto punët, janë nga këto letra to-do list, nga këto checklistat dhe kaq, dhe për të thënë dhe për të raportuar, qoftë edhe në instancat europiane ndërkombëtare që ja dhe Kuvendi i Shqipërisë ka një grup miqtë e fëmijëve që kujdeset për fëmijët, harton politika etj, që mbeten për herë në letër, në praktik nuk zbatohet asgjë. Por ka qenë një moment në cilën sigurisht të gjitha palët janë bërë bashkë, në nder në radh parë në shenjë respekti për ulje e thellë për atë dhimbje që po kalojnë ato familje, të atyre 2 fëmijëve të mitur, që është ndërprer jeta në mënyrën më të tmerrshme dhe tragjike të mundshme, ditën e diel, por edhe për të ndaluar për një çast për të folur edhe për përgjegjësi, edhe për të marrë disa masa. Domethënë është kjo shoqëri dhe këtu po dal përtej partive politike, pra po ja vë politikës në tërësi, edhe shoqërisë faktin që shpesh herë drejtuesit lokal kanë zgjedhur interesin personal apo kapitalin financiar apo lidhjen me biznes e ndërtimit para interesit të komunitetit edhe të fëmijëve. Sepse nëse në atë zonë, atë lagje ku ka ndodhur tragjedia, ku prej vitesh ishte kërkuar ngritja e një parku ku mundet të luanin fëmijët, do të kishte pasur prioritet hapësira e